Para një viti ndërhyri për rekonstruksionin e qatisë së banesë së tij pa ndryshuar asgjë, por IMT Bashkisë Shkodër ka prishur të gjithë qatin. Të 2 vjeçari Agim Roshkodol, pronari i banesës në lagjin Qemal Safa në qytetin e Shkodrës, thotë se kërkoi vendimin për prishjen, por nuk ka marrë një përgjigje, ndërkohë shton se zotëron çdo dokument për banesën. Kena bërë rekonstruksion qatisë nga tegla kemi vu sëndesh. Nuk është lujt absolutisht asgjë, as është lujt kulmi, as nuk është lujt ngjyra pullazit, as formati tegullave, se vetë sëndeshi i ka të gjitha të formata. Mas një vetit e sa nuk di vetëm që me datën në 1990, vjen i këmëteja me thotë që do të prishet komplet qatia. Edhe në shkova, si të nënkryetari, si të drejtori e inspektorët, i kërkova që ku kam akt venim, ose akt konstatim edhe akt venim për prishje se më jepet e drejta dhe ditë para me shku në gjyq. Ku e kam? Unë nuk kam lëshu asgjë, duken muret, duken qatia bine të vjetët se kjo banesë është 100 vjeçare. Nuk ka asnjë përgjigje, ju luta para se ta prishin që hiqni shpejt që të vend i fije plasmase a shko shinësh, që më të shkojnë banesët dëm. Nuk modern këtë gjë parasysh. Jam në taki, certifikat përgjësi. U i ka hyrë brenda si shkak i rreshtë të shiut të njëjtën me parë dhe ka kërkesën e bashkisë që t'i përgjigjet për dëmet. As në Gaza Izraeli nuk ka vepruar në këtë mënyrë, shton qytetari shkodran. As në Gaza Izraeli i ka shem, ka bombardu, pa i këtë mënyrë nuk ka bakon. Edhe jam i binën që në Shqipëni, dhe për një tjerë s'ka në orë. Tash i shpia, kush përgjigjet më të zëtëni, tim ke prish qatin. Deri këtu, ligj është ligj. E ke barë, unë kam drejtën time mua në kuë tëna. Kush përgjigjet tash i këtu, se nuk është sotshme tja. Kja është një vitë sa që është ba qatia. Nuk është ba për i ditë, as për e orë. Kërkesa e me është që në përgjigjet bashkia për gjithë damet që më është ba. Se jam i pa informum, nuk kam ba zgja jashtëligjshme. Dëmet në banesën e konsiderueshme dhe Agim Roshkodol kërkon një zgjidhje nga institucionet përgjegjëse.